si meditojmë kur kemi ankth ose kur na kap një stres. Shpytje që bëhet shpesh. Shiko që për ju. Dije që frymarrja është gjëja më e madhe. Çfarë bëj? Mbyllim syt, edhe bëjmë këtë. Një herë. Avash, nxirë jashtë. 2 herë. 3 herë. 4 herë. 5 herë. 6 herë. 7. Dhe I thua vetes, gjithë kjo është një iluzion. Kjo është një iluzion. Kjo është një iluzion. Përshëndohu të frymarrja, nxirni frymarrjen, merrni frymarrja dhe pastaj. Përqendroni te një gjë të bukur dhe që jeni mirënjohës. Imagjinojeni që aty që keni mos ta kishni. Direkt pastaj kthehet negativiteti në pozitivitet. Gjithmonë bëni shpesh. Praktika e që ankthin I hejti gjithë. Për më shumë, keni meditime në YouTube. Faleminderit shumë. Më shkruaj.